Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'du wa ba'd. Hamdi, adhurimi janë për Zotin, atë adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër më të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i Tij i fundit. Të nderuar vëllezëni, jemi në vazhdimsinë e shpjegimit të librit Tri Parimet, ku autori, Allah e mëshiroft, thot: dije Allahu të uzoft në bindjen ndaj Tij. Do thot autori, pse ka vdekur para shumë shekujve, është lutur për çdo kënd që lexon librin e tij, e ndëgjon shpjegimin e tij, që Allahu xhaleshanuhu ta udhëzon në bindje ndaj Tij. Kjo është një lutje që Allahu ta udhëzoj robin në bindje ndaj Tij, është prej lutjeve më të mira dhe më gjithë përfshirëse. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Aliut radhiyallahu anhu: thuaj o Allah, më udhëzo dhe më bëj të qëndrueshëm në rrugën e drejtë. Se me të vërtet, njeriu kur të udhëzohet në rrugën e Zotit xhaleshanuhu, do të qëndroj i udhëzuar deri në vdekje. Nuk është e lehtë, sidomos në kohën, vendin e të cilin jemi duke jetuar, mirë po besimtari dhe besimtarja, çdo rekat të namazit e lusin Zotin xhaleshanuhu që t'i udhëzoj në rrugën e drejtë. Dhe qëndrimi në këtë rrugë kërkohet nga robërit e Zotit deri në ditën e gjykimit. Kur Allahu ja mundëson robit bindjen ndaj Tij, ai ka fituar çdo të mirë në dynja dhe në ahiret. Pastaj autori thotë: dije se Hanifia është të veçosh Allahun me adhurim. Ta adhurosh Allahun duke ja kushtuar atij fen me sinqeritet. Asnjë lloj adhurimi nuk i kushtohet askujt tjetër përveç Allahut. Kush vepron kështu është musliman hanif i pastërt, ndjekës i rrugës së profetëve që Zoti ka dërguar te njerëzimi. Fjala hanif rrjedh nga fjala hanaf, që do të thotë largim ose shmangje. Hanifi është ai i cili largohet nga shirku dhe anon drejt tauhidit, njësimit Zotit xhaleshanuhu. Ai është i drejtë në fenë e tij, i kapur fort pas Islamit, i kthyer plotësisht tek Allahu dhe i larguar nga çdo gjë tjetër. Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala ka thënë: feja e pastërt, el Hanafia, është kthimi vetëm tek Allahu dhe largimi nga çdo gjë tjetër përveç Tij. Allahu xhaleshanuhu e ka quajtur el Hanafia është feja e Ibrahimit, është feja e imamit të Hanifeve, Ibrahimit a.s. Allahu xhaleshanuhu në surën Nahl ajeti 120 ka thënë: me të vërtetë Ibrahimi ishte një prijes shembullor, i përkushtuar ndaj Allahut, hanif, dhe nuk ishte prej idhujtarëve. An-Nahl 120. Kjo ishte gjithashtu feja e të gjithë të dërguarve që ka dërguar Allahu xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: pastaj të shpallëm ty ndiqe fenë e Ibrahimit, hanif, i cili nuk ishte prej udhëtarëve. 123 surën Nahl. Pas Ibrahimit alayhis salam nuk u dërgu asnjë profet, vetëm që ishte nga pasardhësit e tij. Për këtë Allahu xhaleshanuhu ka thënë: feja e babait tuaj Ibrahimit, El-Hajj ajeti 78. Ibrahimi alayhis salam është babai i profetëve, ndërsa feja e të gjithë profetëve që i kanë thirrë njerëzimin në besim ka qenë feja islame. Prej gabimeve në shprehur është të thojmë për fetë tjera fetë qellore, ndërsa ai i cili mendon që këto fe kanë zbritur nga Zoti, më të vërtet ka bërë mëkat, gjuna, sa mund të shpi mëkati i tij, bindja e tij dhe ndalje nga feja islame. Allahu xhaleshanuhu nuk ka zbritur
tek njerëzimi asnjë fe tjetër përpos fesë islame. Padyshim feja tek Allahu është Islami. Allahu xhallashanuhu e ka zbrit këtë fe, i ka thirrë njerëzit nëpërmes dërguarve të tij në këtë fe dhe nuk pranon nga askush tjetër fe nëse shkon te Zoti përpos fesë islame. Po ashtu Allahu xhallashanuhu në surën Al Imran 85 thotë: kush kërkon një fe tjetër përveç Islamit nuk do t'i pranohet. Dhe në botën tjetër do të jetë prej të humburve. Dhe të humburit do të jenë në zjarrin e xhenemit. Të adhurosh Allahun duke ja kushtuar fen vetëm atij, për këtë Allahu i urdhëroi të gjithë njerëzit dhe për këtë qëllim Allahu xhallashanuhu i ka krijuar. Të gjithë e dim së bashku ajetin i cili përsëritet më së shumti në ligjëratat e hoxhallarëve, në bisedat familjare, në hutbet e xumaz dhe të bajramit, që Allahu xhallashanuhu ka thënë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk krijova gjindet dhe njerëzit për tjetër veç se që të më adhurojnë. Domethënia e ajetit është që të më njësojnë në adhurim. Që kur të adhurojnë muslimani dhe muslimania, të jetë adhurimi i tyre vetëm për Zotin xhallashanuhu. Feja el Hanefia është që të adhurosh Allahun dhe ta veçosh atë me sinqeritet, duke ja kushtuar vetëm atij fen dhe duke u larguar nga adhurimi çdo gjë tjetër, duke besuar se çdo adhurim përveç tij është i pavlefshëm. Për këtë arsye Allahu xhallashanuhu i urdhëroi të gjithë profetët. Allah i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Thuaj, mua më është urdhëruar të adhuroj Allahun, duke ja kushtuar vetëm atij fen." Zumer ajetin 11. Po ashtu Allahu xhallashanuhu urdhëroi të gjithë njerëzit dhe thot Allahu xhallashanuhu e megjithatë ata qenë urdhëruar vetëm që të adhurojnë Allahun me përkushtim të sinqert, duke qenë në fenë e pastër të Ibrahimit, si dhe të falnin namazin e të japnin zakatin. Kjo është feja e drejtë. Gjitha këto argumente dhe argumente tjera që Zoti xhallashanuhu ka tregu për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për ummetet të cilat kanë qenë para neve. Dhe gjitha ata profetë që Zoti ka dërgu, i ka thirrur njerëzit që kur të adhurojnë Allahun. Dhe të largohen nga bindjet, lutjet, ashtu që çdo i ndëgjojmë së bashku. Fjalët e Zotit, fjalët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të dietarëve, që me të vërtetë njeriu nuk ka shpëtim as në këtë botë dhe as në botën tjetër nëse nuk është i sinqert me Zotin xhallashanuhu në adhurimin ndaj tij. Nuk ka mirësi për njeriu në këtë botë dhe në tjetër përveç se me tauhid dhe sinqeritet ndaj Allahut xhallashanuhu. Pastaj me pasimin e traditës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Profeti i cili Zoti xhallashanuhu e zgjedhi nga mesi i njerëzimit, ku Mekja është pika më e mesme e dynjas, nga familja më e ndershme nga bita e Ademit alayhis salam. Njeri që e njihin moralin, besnikrin, trimrin dhe çdo cilësi që mund ta posedon një njeri i mirë. Qëndroi në Mekë duke i thirrur njerëzit për 10 vite në besim, në njësimin e Zotit xhallashanuhu dhe largimin nga idhujtaria. Për 10 vite Zoti xhallashanuhu nuk e urdhëroi popullin e Mekës me asgjë tjetër, vetëm që ta njësojnë Allahun xhallashanuhu. Pastaj filluan obligimet që ne sot i kemi, namazin, i cili është bërë obligim për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ummetin e tij deri në gjykimit në vitin e 10 të Islamit. Para mendoni sa i është dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të punojë me popullin e tij që t'i thirrë në besim, të largohen nga idhujt të cilët i kishin ndërtuar me duart e tyre dhe i kishin emërtuar me gjuhët e tyre. Do thotë gjithë këtë luftë të cilën e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duhet mi kujtu vëllezërit e tij nga profetët e cilën kanë qenë para tij dhe i kanë thirrur njerëzit në njësimin e Zotit xhallashanuhu. Nuhu alayhis salam nuk e ndali thirrjen e tij tek populli i tij për 950 vite. Dhe thotë Zoti xhallashanuhu: "Wa ma amana mahu illa qalil." Dhe nuk kanë besuar me të vetëm si një pakic. Për atë thirrja në tauhid, njësimin e Zotit xhallashanuhu është thirrja e profetëve. Kur njeriu bisedon në familjen e tij, çdo bisedë të fesë islame, duhet ta di se biseda më e rëndësishme që flitet, thirret, bisedohet, është thirrja në besim. Se vetëm me besimin e pastër ndaj Zotit xhallashanuhu do të gjejmë shpëtimin në botën tjetër.
Në qoftë se ne lexojmë, studiojmë, mësojmë dhe e forcojmë besimin tonë, do të jemi të shpëtuar me lejen e Zotit xhaleshon në botën tjetër. Mirë, nëse ne shkojmë te i madhi Zot, duke pasur besimin jo të pastërt, jo atë besim që Zoti xhaleshon i ka urdhëruar profetët të thrasin popullin e tyre, padyshim që njerëzit do të jenë në humbje dhe ne do të jemi me ta, nëse nuk e kemi pastruar, nëse kemi pas ndonjëherë gjatë jetës tonë besim të gabuar. Sheikhul Islam Ibn Taymija ka thënë: asgjë nuk i sjell zemrës më shumë dobi se sa tauhidi, njësimi dhe sinqeriteti ndaj Allahut, dhe asgjë nuk e dëmton më shumë se sa shirku. Fjala e autorit thotë për këtë Allahu i urdhëroi të gjithë njerëzit dhe për këtë qëllim Allahu i krijoi. Allahu urdhëroi çdo burr dhe grua me adhurim të sinqert ndaj Tij. Ky është kuptimi i fesë islame, fesë el-Hanafia, fesë e Ibrahimit a.s. Si thotë Allahu xhaleshon, unë nuk i krijova gjindet dhe njerëzit për tjetër veç se që të më adhurojnë. Pra i krijoi që ta adhurojnë Allahun xhaleshon. Jo se Allahu ka nevojë për ta, por që njerëzit ta njësojnë atë dhe t'ja kushtojnë zemrën vetëm Zotit xhaleshonu në të gjitha veprat. Zemra nuk përmirësohet, nuk gjen qetësi, nuk lumturohet, përveç se me sinqeritet në adhurimin e Zotit xhaleshonu. Edhe sikur njeriu t'i zotëronte të gjitha të mijat e kësaj bote, ato nuk do t'ja mbushnin zemrën. Kur robi forcohet në sinqeritet ndaj Allahut, plotësohet robëria e tij ndaj Allahut. Ai bëhet i pavarur nga krijesat dhe adhurimi i Allahut, bindja ndaj tij dhe pasimi të dërguar bëhet lumturia e jetës së tij. Sheikhul Islam Ibn Taymija gjithashtu ka thënë: çdo mirë që gjendet në tokë, shkaku i saj është njësimi i Allahut, adhurimi i tij dhe bindja ndaj të dërguarit të tij, sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa çdo keqe, sprov, fatkeqësi, pushtim i armikut dhe çdo dëm tjetër, shkaku i tyre është kundërshtimi i Allahut dhe i të dërguarit të tij, si dhe thirrja tek dikush tjetër përveç Allahut xhaleshano. Urdhëri më i madh me të cilin Allahu ka urdhëruar është tauhidi, njësimi i Tij. Autori thotë: urdhëri më i madh me të cilin Allahu ka urdhëruar është tauhidi. Urdhëri më madhështor që Allahu ka urdhëruar në librin e Tij dhe me të cilin e ka dërguar të dërguarit e Tij është tauhidi. Pra veçimi i Allahut me adhurim dhe kushtimi i fesë vetëm Zotit xhaleshano. Ky është obligimi më i madh që Allahu ka bërë robërit e Tij, në dije dhe në vepër. Për hir të Tij u dërguan të dërguarit, u zbritën librat, me të falen mëkatet, me të meritohet xheneti dhe me të arrihet shpëtimi nga zjarri. Kush nuk e realizon këtë urdhër madhështor, të gjitha veprat e Tij do të bëhen të pavlefshme. Allahu i madhruar thotë: ne do t'i drejtohemi veprave që kanë bërë dhe do t'i bëjmë ato pluhur e hi të shpërndar. Për arsye që veprat do të peshohen në ditën e gjykimit pas besimit. Pa më parasysh, sa kemi veprat e mira, ato do fillojnë të numërohen nëse personi i cili ka vepruar ato vepra ka besimin, njësimin, sinqeritetin të Zotit xhaleshano. Dërsa nëse një njeri i cili ka bërë në këtë dynja veprat e mira të shumta, mirë nuk ka pas besimin, ato nuk do të peshohen, do të shndrohen në pluhurën e hi. Aisha radiallahu anha e pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për një person në kohën e ignorancës, jahilietit, ka qenë prej atyre që ka dhonë bukë dhe ujë dhe është konsideruar si bëmirësi më i madh në gadishullin arabik. Pejgamberi e pyet Aisha radiallahu, Abdullah ibn Jad'an, ku do të jetë në botën tjetër? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha do të jetë në zjarrin e xhenemit. Dhe po tregon pse do të jetë në zjarrin e xhenemit. Për arsye që nuk ka besu. Dhe kur gjatë jetës tij nuk ka thonë vetëm një herë: o Allah, më fal, son kam gabuar. Do të gjitha ato vepra, sa ka ndërtuar vende dhe ka vendosur ushqim në shkretëtira të largëta, që udhëtarët, kalorësit e kanë parë ushqimin tip shtëpie, që janë shku dhe janë gjitë me shkallë dhe kanë morë dhe nuk i kanë në tokë
që mos t'i hajnë kafshat toksore dhe nuk i kalon të hapra që t'i hajnë shpezet, mirë i kalon për llojin njeri, që kur të kalon udhtari, kur të kalon kalimtari, kur të kalon tregtari, ndalet, të ushqehet, fordizohet nga het dhe pijet asaj kohe. Mirë po ky njeri dhe të tjerët, në kohët e hershme dhe në kohën e tashme, nuk do i përshojnë veprat e tyre, në qoftë se ata nuk kanë besim. Për arsye që Allah xhaleshon në këtë surë, në surën Furqan ajetin 29 thotë, ne do t'ju drejtohem veprave që kanë bërë dhe do t'i bëjmë ato pluhur e hi të shpërndar. Rëndësia e tauhidit të ndëruar besimtar në Kur'an, për shkak të rëndësisë të tauhidit, i gjithë Kur'ani flet për të. Ibn Qayyim ka thënë, shumica e sureve të Kur'anit, madje çdo sure e tij përmban njërin nga llojet e tauhidit. Madje mund të thuash se çdo ajet i Kur'anit është dëshmi për tauhidin dhe thirrje drejt tij. Kjo sepse Kur'ani përmban lajmërim për Allahun, emrat, cilësitë dhe veprat e tij. Ky është tauhidi rububie dhe tauhidi i emrave dhe cilësive. Thirrja për të adhuruar vetëm Allahun pa ortak dhe për të larguar nga çdo gjë që adhurohet përveç tij, ky është tauhidi el-uluhia. Urdha dhe ndalesa, të cilat kërkojnë bindje ndaj Allahut, këto janë plotësimi dhe frytet e tauhidit. Lajme për nderimin që Allahu bën njerëzve të tauhidit në këtë botë dhe në ahiret, ky është shpërblimi i tauhidit që kanë pas në këtë dynjë. Lajme për gjendjen e udhëtarëve, që janë Kur'an. Dënimin që i goditin në këtë botë dhe ndëshkimin që i pret në ahiret. Ky është dënimi atyre që e kundërshtuan tauhidin ndaj Zotit xhaleshano. Prandaj, i gjithë Kur'ani sillet rreth tauhidit, të drejtave të tij, pasojave të tij, shpërblimit të tij, si dhe rreth shirkut, pasuesve të tij dhe dënimit të tyre. Për shembull, në surën që e dim të gjithë, surën El-Fatiha, ku Allahu xhaleshano thotë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, është tauhid. Ar-Rahmanir Rahim, mëshiruesit mëshirbes, është tauhid. Maliki Yawmiddin, sunduesit të ditës së gjykimit, është tauhid. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, është tauhidi i adhurimit, tauhidi uluhia. Tauhidi është themeli mbi të cilën ngrihet e gjithë feja. Tauhidi është kaku më i madh për shtrimin e zemrës, largimin e brengave, shpëtimin e të pikëlluarve dhe suksesin e këtë botë dhe në botën tjetër. Ibn Qayyim ka thënë, asgjë nuk i largon vështirësitë e dynjas si tauhidi. Për këtë arsye, lutja e atij që është në vështirësi bazohet në tauhid. Yunusi alayhis salam, me lutjen të cilën ju drejtu Allahu xhallashanuhu, është tauhid. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar tjetër përpos teje. Subhaneke, i patmeta e ti, inni kuntu min adh-dhalimin, unë jam prej gabimtarve. Do thotë kur Yunusi alayhis salam në barkun ku ka qëndru e balenes, po i drejtohet Allahu xhallashanuhu me këtë lutje, po e shpreh tauhidin, bindjen, njësimin e tij ndaj Zotit xhallashanuhu. Asnjë njeri në vështirësi nuk e merr Allahun në mbrojtje përveç se me tauhid. Më të vërtet, kur njeriu e kupton këtë rregull, e kupton atë që do ndëgjon më pastaj. Allahu asnjë njeri në vështirësi nuk e merr në mbrojtje përveç se me tauhid. A kemi argument Kur'an? Kemi argument Kur'an. Pa besimtarët, kur ishin hipur mbi anije, kur anija filloi ke uluhat, çka thot Zoti për ta? I harrojshin zotat që i kishin në tokë. E lejshin idhujtarin. Ju drejtojshin Zotit xhaleshanu, që është Zoti në Kur'an, da'ullaha mukhlisina lahuddin. E lutshin Zotin sinqerisht. Mirë, po kur delshin në tokë të thatë, ju ktheshin mosbesimit tyre. Do thot deri ata në kohën kur ishin në shirk, nuk vinte ndihma Allah xhaleshano. Mirë, po kur ata e lejshin shirkun dhe ju drejtoheshin Allahut me tauhid, me njësimin e tina,
i vjen të shpëtimi i Zotit xhaleshano. Për atë, asnjë njeri në vështirësi nuk e merr Allahun në mbrojtje përveç se me tauhid, ndërsa shirku është shkaku më i madh i fatkeqësive. Pastaj autori e përkufizon tauhidin duke thënë: tauhidi është veçimi i Allahut me adhurim. Pra të gjitha llojet e adhurimit, namazi, lutja, therrja kurbanit, zotimi, mbështetja, frika, shpresa dhe të gjitha format e tjera të adhurimit duhet t'i kushtohen vetëm Allahut dhe askujt tjetër. Pra të gjitha llojet e adhurimit që i bëjmë gjatë jetës tonë, namazin, doja, lutja, therrja kurbanit për ata që kanë mundësi në bajram dhe pas bajramit, zotimi, mbështetja, tevekuli, frika, shpresa dhe të gjitha format e tjera të adhurimit duhet t'i kushtohen vetëm Allahu xhaleshano. Pra dietarët e fesë islame e kanë ndarë tauhidin, njësimin e Zotit, në tauhid ar-rububiyya, që ta besojmë që Allah është krijuesi, furnizuesi, sunduesi dhe rregulluesi i gjithësisë. Tauhid al-uluhiyya, ta veçojmë Allahun në të gjitha adhurimet gjatë jetës tonë. Dhe tauhidi i emra dhe cilësisë është tauhid al-asma wa sifat, ta përshkruash Allahun me ato emra dhe cilësi me të cilat Allahu e ka përshkruar veten e tij në Kur'an, ose ka përshkruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij, pa shtrembrim, pa mohim, pa pyetur për mënyrën si, dhe pa i përngjasuar cilësitë e Zotit me krijesat. Kush realizon tauhidin në këto tri aspekte, ai është më të vërtet në njësues i Allahut xhaleshanuhu. Dhe gjëja më e madhe që Allahu, të nduar besimtar, ka ndaluar për gjithë njerëzimin është shirku, që t'i bëjmë Allahut ortak dhe ta lusim dikën tjetër me Allahun xhaleshanuhu. Autori thotë, ndërsa gjëja më e madhe që Allah ka ndaluar është shirku, i cili është t'i bësh ortak Allahut dhe t'i drejtohesh gjatë adhurimit dikujt tjetër përposhtë Zotit xhaleshanuhu. Është detyrë për çdo rob ta di se gjëja më e madhe që Allah ka ndaluar në librin e tij dhe për të cilën kanë paralajmëruar të gjithë të dërguarit e Zotit xhaleshanuhu, është shirku. Ti kushtosh dikujt tjetër ndonjë lloj adhurimi që i takon vetëm Zotit xhaleshanuhu. Shirku është më i rëndë se vrasja e njeriut, më i rëndë se vjedhja, më e rëndë se kurvria dhe më e rëndë se çdo shkatrim që njeriu e bën mbi sipërfaqen e tokës. Nuk ka shpëtim për robërit veç se duke njësuar Allahun në adhurim dhe duke larguar nga shirku dhe gjitha llojet e tij. Sheikhul Islam Ibn Taymija ka thënë: në përgjithësi, shirku, thirrja drejtuar dikujt tjetër përveç Allahut, ngritja e një të adhuruarit tjetër ose ndjekja e dikujt tjetër përveç se të dërguarit të Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është shkaku më i madh i prishjes në tokë. Nuk ka mirësi për të dhe as për banorët e saj, përveç se kur Allahu adhurohet i vetëm. Thirrja i drejtohet vetëm Allahut dhe i bindet të dërguarit të tij. Mëkati më i madh me të cilën Allahu është kundërshtuar mbi sipërfaqen e tokës është shirku. Allahu thot në surën Luqman, me të vërtetë shirku është padrejësia e madhe. Çdo keq është padrejësi, mirë po shirku, idhujtaria është padrejësia më e madhe që njerëzit bëjnë sipërfaqen e tokës. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po pyetet nga njerëzit më të mirë pas profetëve, cili është mëkati më i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që të bësh Allahut shok, ndërkohë që Allahu të ka krijuar. Pashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, atë ju njoftoj për mëkatet më të mëdha. Sahabët thanë, po o i dërguari i Allahut, ai tha, ti bësh shirk Allahut dhe mos respektimi i prindërve. Muttafaqun alayhi. Shirku është mohimi i tauhidit rububiyye, cënim i tauhidit uluhiyye dhe mendim i keq për Zotin e botëve. Ai është më i shëmtuari për gjitha mëkateve, sepse barazon krijesën e manget me krijuesin e përsosur. Kush bën shirk në tauhidin e adhurimit, është mushrik. Edhe në qoftë se e lajnë hoxhallar dhe ja falin xhenazën hoxhallar dhe këtë muslimanët e sipërfaqes tokës. Edhe nëse e pranon plotësisht tauhidin e rububiyye. Për arsye që Allahu xhaleshanu ka treguar për mëkasit, ata të gjithë nëse i kanë pyet
në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se kush e ka kriju tokën, kush e ka kriju qiellin, kanë thënë Allahu xhaleshane. Mirë, po lufta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe lufta e tyre ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë për arsye që ata nuk kanë pranuar që t'i lojnë ata 360 zota që kanë qenë mrena Qabës dhe rreth saj dhe në qoshet e Mekës dhe me njësu Zotin xhaleshanehu. Prat, nëse dikush e pranon që Zoti është krijuesi, nuk ka krijues tjetër, mirë po nuk e pranon njësimin e Zotit xhaleshanehu, ky besim, kjo akide atij nuk i bën kurfar dobi. Prandaj, nëse njëri beson se Allah është krijuesi, furnizuesi dhe sunduesi vetëm, po shkon te varret, i lutet banorëve të tyre, u kërkon ndihmë, u bën kurban dhe afrohet atyre me sadaka, me nezra, atëra ai ka rënë në shirkun e madh që është e shirkul ekber, që del prej fesë islame. Pra çdo lloj adhurimi si lutja, kërkimi i ndihmës, therrja e qurbanit, zotimi, frika, shpresa, mbështetja dhe adhurimet e tjera, nëse i kushtohen dikujt tjetër përveç Allahut, kjo është shirk, nga i cili Allahu dhe i dërguari i tij kanë paralajmëruar me paralajmërimin më të madh, ku kryersi i saj do të jetë në zjarrin e xhenemit përgjithmonë dhe Allahu xhaleshanu nuk do t'ia falë atë gabim. Ku lutim Zotin xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu me na forcu besimin tonë në rrugën e tij, me qëndru deri në vdekje duke njësuar atë, me vdekur musliman dhe më ringjall në botën e tjetër musliman. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Zoti ju shpërblet të gjithëve.